Jo sot dhe nesër, hajtë. Ke ba shumë, po ban shumë edhe di. Kajti dim na, mos ki dhe. Po ta them edhe një diçka. Ne xhmien, ndoshta e kena keq përdor ne këngëtarët. E kemi keq përdor. Unë e kom keq përdor, në koncertin tim, i kom shku, i kom thonë Nexhin. Nera më ka thonë, Sabri, se u bo që sa s'kemi shku me vizitu në Nexhin. Hajde ta marrim një drejk, dalim dikun. Jo, po du në shpes, Sabri, të ti. Hajde. Po e kom shfrytzu se në koncertin teme e shkova me politik, një muj për para, kënë tha batoni, që do të bëjmë koncertin. Nexhi, a vjen veç me qenë aty, njërë thash, a vjen me këndu një dy resh, do thë, ik, tha me dekën në skenën, po ik, qëfar të këndumi? A do të vishë, veç me mderu mu, tha, po me ardhë do të vi. Ka ardhë e ka sjell Loni, s'ko me arru kur. Edhe gjithë këngëtarët e kanë shfrytzuar në kuptimin jo me keq përdor, po e kemi shfrytzuar si krenarit kombit tonë që me thonën në emisionin tem, ose në këngën ku po këndoj unë, e kam një pjesë në Zmije Pagarushës. Këte ka bo edhe Ardit Gjebreja, edhe plot këngëtar këtu të ne, edhe po jo si keq përdorim, po gjithmonë në shenjë nderimi e të respekti, edhe, si me thonë, me plotësu shpirtin tonë, që një madhështi si një Zmije Pagarusha, ka marrë pjesë koncert temën, ose ka kënduar një refren, ose kjo ka shena jo. Në Zmija, prapë po them, shumë e madhe, sa që kur s'ka pas shef me folë për te, se ka folë bota, edhe shpirti i saj edhe çdo gjë. Ja që po flasim sot për ta, e di që veç ajo unë thash edhe për përsëris ma heret, ka kërku jashta medjave që dvaroset, por si do që tjetë, vepra e saj është kjo që po e shikojmë tani këto momente edhe po e përcjellim gjatë gjithë kohës, puna e saj, krijimtaria e saj, që cila kur nuk vëroset bashkë me to, po mbet edhe sot. Sabriano, e di që për me folë për në Xhmien, na muj me folë shumë, edhe mi kujtu shumë e shumë momentet bukura të koncerteve, gjanave të ndryshme cilat ju ka ndodhë. Unë kisha dash me të falendëru për zemërsisht faleminderit që sot edhe sot që gjete kohë që t'jemi bashkë edhe të ndaj me shikuesit, po e thëmë me shikuesit për shkak që në këto momente, këto raste që nuk dashta me përmend, po më the që edhe ti fol pak për veten. Dashta me thonë që edhe unë sot kam mujt ditëzie në Kosovë, edhe unë mos me transmetu emisionin, por jo, sepse faktikisht e ndisi obligim, edhe e ndisi si përgjithësi edhe si moral ndaj vetë vetës për shkak se ka qenë, edhe duhet. Kështu që unë ty po të falenderoj për zemërsisht, faleminderit shumë, inshallah veç për të mira shihemi bashk, e inshallah të kemi edhe shumë vite tjera. E ka da shumë kombin, e vetë, shumë popullin shqiptar, kongën edhe barcoletat. Nuk ka patur njeri nga shqiptarët që i din 10.000 barcoleta. E kanë bajtur gjallë kënga, kombi shqiptar edhe barcoletat. Faleminderit shumë që më mundësove. Shumë faleminderit, Sauriano. Faleminderit, shumë respekt shumë të madh. Kisha dashur të mundal tek mbledhja komemorative, apo ma mirë thëm tek hovi, ku faktikisht shkun shumë personalitetet ndryshme, cilat faktikisht i jepen lavdëmirën e fundit ikonës kombit shqiptar të madhës në Xhmije Pagarusha. Unë e di që në faktikisht jemi mundu mi shkëput edhe disa prej deklaratave, Vjosa Osmani, Vlora Durmishi, Shkelden Veseli, Ramadan Krasniqi, Imva Mulaj, Veleta Kukajrat Koceri, ku në faktikisht e jepen edhe ka një mesazh për të madhen në Xhmije Pagarusha. Kërë që e shohim edhe pastaj unë kam edhe një mikesh tjetër timën, po është edhe e juja e dashur shumë për ju, mbi gjitha sepse edhe në arkivën e saj do të mbetet gjithmonë, edhe ka me mbet gjithmonë kënga që cilën faktikisht ja ka kushtuar pikrisht madhës në Xhmije Pagarusha. Kështu që po e ndjekim edhe ato prononcime, po e shohim edhe materialin përgatitur.
Natyrisht që gjithë Kosova, i gjithë populli shqiptar dhe gjithë ata që e vlerësuan artin e kulturën janë në dhimbje të madhe. Jam e bindur që trashëgimia që la pas, zonja Nezhmije Pagarusha, bilbili e Kosovës do të rroj edhe për brezat e ardhshëm, është një njeri që ka bërë shumë jo vetëm për artin dhe kulturën, por për gjithë popullin tonë. Pra është ndruar në një simbol të dashurisë ndaj popullit dhe nëpërmjet zërit të saj na ka dhënë jashtëzakonisht shumë. Unë kisha mundësinë edhe dje që të ngushëlloj familjen, të nënshkruhem në librin e Zis dhe në emër të Kuvendit Republikës së Kosovës dhe të gjithë atyre që e deshtën zërin e saj, por edhe personalitetin e saj rrezatues, të shpreh ngushëllimet tona. Shpresoj shumë që institucionet e Republikës së Kosovës edhe në nderim të saj, mbi të gjitha në nderim të saj, do të bëjnë të pamundurën që ta shetutje të përkrahin artin dhe kulturën dhe gjithë njerëzit që i dhanë jashtëzakonisht shumë këtyre sferave, këtyre fushave. Lajmi ishte shumë i hidhur. Pas 20 minutave të vdekjes saj, më kanë lajmëruar familja, më ka ardhur shumë keq, më ka duke pabesueshme. Por jeta e ka këto, po mund të them që ajo është e pavdekshme. Me zërin e saj, me trashëgimin të cilën na ka lënë, që sot po luhet pjesa instrumentale e këngës saj, e cila është një vepër madhështore shqiptare. Sot pe përcjellim me ceremoninë shtetnore, kështu që uroj që gjithmonë do të jetë në mesin tonë me këngën e saj, edhe me dashurinë që ka shpërndarë ajo edhe me njerëzit të cilët është rrethuar edhe për tej. Edhe me këtë rast i ngushëlloj gjithë popullin shqiptar për humbjen e madhe të madhës Nezhmije Pagarushës. Poemi i saj do të kujtohet si një zonjë, si një bi shqiptare, e cila dha shumë kontribut për këtë vend. Ne e dim kur ka filluar ajo me muzikën dhe asnjëherë nuk është ndalë, përveç këngës, ato e kemi pa dhe në film, e kemi pa dhe në drama të ndryshme, po mbi gjitha ajo gjithmonë ka qenë afër popullit të vet. Unë kam ngushëllime ashtu si gjithë kombi shqiptar, gjithë ato që e kanë njohur nga afër, që kanë njohur zërin e saj, që kanë njohur figurën e saj artistike. Kemi humbur sot një nga njerëzit më të dashur, kemi humbur një nga ato artiste të cilat bën epokë në kohën kur jetuan. Është një ditë shumë e trishtueshme, ne i themi lam të mirë dhe detyra jonë është të mbajmë gjallë emrin, kujtimin, artin e Nezhmije Pagarushës. Unë jam takuar, do thoja, për herë të parë kur kam qenë shumë e vogël. Ardha saj e parë në Tiranë ka koinciduar që prindet e mi e kanë shoqëruar në takimin që ajo pati me artistët shqiptar dhe kam pasur privilegjin të kem parë artisten e madhe Nezhmije Pagarusha dhe ta kem parë në sytë e një fëmije, në një sytë e një fëmije që kam ndëruar të bëhesha si Nezhmije Pagarusha. Dhe jemi takuar her pas here, sa herë jemi takuar ka shprehur deri në fund admirimin që ajo kishte për mua dhe në çdo moment më vinte edhe si zor, për arsye se unë e admiroja kaq shumë sa më vinte zor që ajo më admironte. Po do të thoja ky ishte një vlerësim reciprok që ne kishim për njëra tjetrën dhe sot më duket sikur kam humbur prindin tim, kam humbur një pjesë të kujtimeve të mia më të bukura. Do dëshiroja që ta kisha takuar edhe në momentet e fundit, por ndoshta më mirë kam ngelur me atë kujtimin më të bukur të Nezhit. Kam shumë për të folë për bilbilin ton, për ikonën ton. Po sot më lejoni vetëm një fjali ta them. Trupi vdiq, përjetësia lindi. Nezhmije Pagarusha e pavdekshme. Jam i lumtur që kam pas fatin me jetu në kohën kur ajo ka kënu. Ajo ka qenë model për krejt këngëtarët edhe krejt këngëtarët shqiptar.
duhet me cek një detalj kur I pata realizu një album me këngë vjetra qytetare, jam I lumtur pse e kom realizu pse ishte me insistimin e të madhës Nezmije Pagarusha. Do me thonë, unë e kur nuk kam e haru edhe çdo herë kam e kujtu, kur I ndigoj këngë, cilat I kam këndu, është insistimi qëllum I të madhës Nezmije Pagarusha. Inshallah Zoti shpërblen me xhenet. Jam I lumtur që kam jetu në kohën kur ajo ka jetu, edhe nëse dikush e përmend emrin e të madhës Nezmije Pagarusha, sigurisht emër shumë I madh për krejt shqiptarët, për krejt estradën shqiptare. Nuk lind më nona Nezmije Pagarusha. Emri saj më kujtohet si një ndër figurat më kryesore të kulturës në Kosovë, për kontributin e jashtëzakonshëm që ka dhënë ndjera. Më kujtohet si një figurë tragjike në raport me institucionet e shtetit, që pothuajse nuk kanë bërë asgjë. Ish ministri kulturës Gashi, pak marrë një iniciativë që ajo është e vëndshme, ajo mirë që ka marrë, për është e vëndshme, se ajo iniciativë ka qenë marrë shumë më herët, për njerëzve shumë më herët. Poezi kushtuar ikonës së muzikës shqiptare Zonis Nezmije Pagarusha. Na ishin shumë që të gjithë bajshin dritë, njëra prej tyre pa prit ma zunë fëk. Dësia është e pafundme, në te ka y shumë, njërën prej tyre e damtuan shumë. E lanë të vetëm atë në një anë që të gjithë shpëtuan pa therë në kam. Kam vetër vetëm ky yt I shkret, rri I menuar me gojë nuk flet. Për 3 vite, Zoni Nezmije Pagarusha këm pas kryetarit bordit shoqatës time, për kulën para emrit sajna. Jemi bashkë, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë, unë po I falenderoj gjithë shqiptarët kudo që janë, aq më tepër ata edhe të cilët faktikisht jo vetëm nëpërmjet ekranit të Koavizionit janë bashkë me ne në ditën e sotme, por edhe që janë nëpërmjet Facebookut dhe çdo rrjet tjetër social. Unë thash pakës më parë sepse unë kam kënaqësinë sepse e kam njërin prej mikeshave të mia, por është edhe mikesh e juja shumë e dashur për ju, por që ka pasur fatin që faktikisht kënga e saj është kënga e fundit sa I përket bilbilit të shqiptarisë Nezmije Pagarushës. Jo vetëm që e ka kënduar vetë, por bashkë me trenë e saj. Është kënaqësi e madhe sepse sot në kujtim të Nezmije Pagarushës, unë e kam Shyrete Beluli në studio. Shyrete, mirë se erdhe, është hera e parë që unë e ti jemi kështu si që jemi sot, se jemi mësu gjithmonë me qenë ma të hareshëm, jemi mësu gjithmonë për intervista me qenë të busqeshur, sot pak sa ma ndryshe. Labë mirë se gjeta, po është e vërtet, janë moment, unë edhe njëherë ju them ngushëllimet gjithë shqiptarve, kudo që janë, se ajo është e popullit, është e jona atë gjithëve, dhe ka me mbetë. Kur ndëgjove për lajmin si u ndjeve? Them shumë sinqerisht shumë odhimt. Shumë odhimt. Ndjekja është gjonë natyrshme për secili njeri, po artisti len vend shumë. Me ikje në artistit është pak e dhimbshme, mirë po veprat e saj do t'jesin gjithmonë gjallë. Sa t'jetoj edhe vetë populli shqiptar. Ishe edhe sot tek ceremonia, ishe edhe tek mbledhja komemorative, mi thonë edhe lam të mirën e fundit. Po, I tham lam të mirën e fundit, I tham me gojë, ndoshta po me zemër jo, sa ja do t'jetë pranishme gjithmonë. Që prite kur ka dasht mu varos larg medjave, larg njerëzve të tjerë për pos rrethit të ngusht familjar? Nuk e di, ajo ndoshta ka qenë dëshira e saj, sigurisht ka pas një arsye pse ka lyp ashtu. Po megjithatë, secili ka amanetet e veta dhe amanetet normal që duhet respektohen, kështu që çdo kush ka të drejtë me zgjedh, kështu që dhe ai ka qenë vendimi I saj, nuk e di, a ka qenë ma mira, nuk di.
Shret, dirisa ne po flasim këtu në Prapavi, ku është edhe Nejmie Pagarusha. është kanga bashkë me Leartën që punut edhe që faktikisht edhe Nejmia ka qenë pjesë e videoklipit. është kjo e fundit edhe që mbetet Nejmia që e shikum diku saj përket kangve. Lab, unë gjithmonë e komendu, edhe ma heret për Nejmien me pas një kangë, po nuk ka qenë e letë me bo kangë për Nejmien. Edhe vazhdimisht kom hezitu nga ajo që të boj diçka të mirë. Mirë po jardë momenti që u gërshetu në dy zhanret kangës dhe doli diçka pak ma e veçantë. Kanë kolegë shumë kangë për Nejmien, shumë të bukra, edhe të tjerët. Po ndoshta kanga jonë ka qenë pak më ndryshe, pse ishin veç vargjet e Nejmies, pjesë e kangës saj, të cilën i interpretoi Learta, dhe jam shumë krenare që arrita të kem edhe unë një kangë sa ishte ajo gjallë, se në bazë vdekjes çdo kush është shumë i mirë dhe shumë i vlefshëm. Po ishte një kënaqësi për mu që ta përjetonte ajo sa ishte vetë ajo gjallë. Po më vjen mirë dhe më la përshtypje se zakonisht gjithmonë thojmë i kujtojmë njerëz kur shkojnë. E mirë është që ti kujtojmë, edhe pse unë paksa nuk jam me gjithë ata cilët fakt po thojnë edhe vazhdojnë me thonë që veç kur vdes e ja dim rëndësinë, apo faktikisht tash që vdeq u qut gjithë në kam. Po besëm të Zotit që Nejmien kur nuk e kemi haru. Kur nuk e kemi haru, ndërshta qka do që ka pas, ne e kemi mbështet, e kemi thirë me qenë bashkë pjesë e jona. Jemi mundu ndërshta mi qenë afër saj, po kjo ka pas situatën e tillë, që nuk është ditë. Një ditë ka qenë mirë, një ditë nuk ka qenë mirë. Është vërtet, se vlera dikuj nuk mundesh me ja mohu, pa mor parasysh a ja thu në sy, a nuk ja thu. Mirë po sot njerëzit hezitojnë me t'i thonë vlerat në sy dhe të mirat në sy. T'i thonë kur ti nuk i nin. Atëherë nuk më do këtë që është diçka tamam se dosh mi thonë diçka me jash përbly të mirën, me jash përbly suksesin, talentin e dhuntin që ka pas. Kështu që unë e mendoj si Nejmia rrallë do të lindë edhe heqë ndoshta, flasë si artiste. Një gjosh shumë të vështirë ka mund me pas edhe kohën kur ajo ka fillu, se unë jam shumë e re me ditë për jetën e saj, se unë mund t'jem fëmijë në Nejmies. Mirë po, të unis nga ana ime si vajzë e fshatit, sa ka qenë jo shumë e letë me dëpërtu, e le mos flasim për Nejmien para sa viteve që ka thy ndoshta kornizat e të lejumës për një vajzë shqiptare të fshatit me dalë me knu para publikut. Do me thonë, ajo ka qenë për Nejmien, do shta ka qenë edhe para gjykume, prej të tjerve, mirë po falë familjes vetë, babës të saj që e ka përkra dhe ka dëpërtu, do me thonë, e ka shprit talentin e saj. Gjdo gjo që kur të vjen fundi kujton gjanat doken shumë interesante, shumë të leta, mirë po me kohën, po të kthesh mi kujtu nuk kanë qenë të leta. E tha edhe nëse shikove, te intervista që kujtum, dhe më thonë, në atë periudhe kemi pas kujtu femirinë e saj, sfidat e sajna, tekët e sajna, që me të vërtet ka hek shumë. Ka hek shumë në atë periudhe, dhe më thonë, e fillimit atë periudhe. Po unë mas mirin të është, unë e kuptojsha, dhe më thonë, tregimet e saj, hiq pa të regua jo, e kom paramendu sa ka mujt me pas vështirë, mirë po, kur ke diçka të mirë dhe kur donë diçka me arrit, i kalon gjitha dhe vjen dhe i të suksesi. Je taku me ta, shpesh herë. Energjinë ka pasi jashtëzakonisht pozitive. Batutat e sajna kanë qenë të jashtëzakonshme. Labun me Nejmien kom nejt ma heret, po jo ku me ditë sa. Po. Se gjenerata ime tjetër dhe zhanri i muzikës tonë, që une kur kam fillu vetëm veç me pas ma te për angazhime, Nejmia veç ka fillu mu largu nga skena. Kështu që e kum taku ma rrallë. Kur në fundit, kur e kum taku dhe kemi nejt, do me thonë, kongën kur e kemi realizu, kom su edhe kom dëgju shumë gjana interesante për Nejmien, që ato ndoshta janë, nuk janë për publikun, po janë... Jo, diçka që nuk, po mu ka dhimt me një moment shumë, kur më ka të regu që o rrit jetime,
Dhe thot unë nanën tem, era muhabeti për kongën time që unë ja kisha kushtu nanës. Nanës, pa. Tha sa mirë, tha që pas ke kënu, tha nanën tane. Tha se si ti tha e kum dëgjua ju. Tha s'ka dertë, se ishtë fillimi i publikimit kongës. Tha se unë nanën tem, tha nuk e kujtoj, tha jam kone vogël 3-4 vjeti kum pas, tha e kujtoj, tha veç kur më ka vdek nana, dhe kur e kanë la, ja kum pa bystekat, flokët e gjata i ka pas. Dhe me thonë, ftyra nanës teme, thot nuk më kujtojt, veç bystekat ja kujtoj. Dhe me thonë, e ka pas një jetë jo të letë, me gjmija, po qka të vjen, qka është të shkru me metar dhe qysh më rritë e këto janë gjana që se varën për njerëzve. Qka kime kujtu? Për e këti momenti kur sot se kemi? Në gjmjen kemi me kujtu gjithmonë. Kemi me dasht e pa dasht zonin e gjmjes ka me na i kujtu në gjmjen. Edhe nëse neve nuk na bjen men për në gjmjen, se nëse një person nuk e ki afer, e harron. Mirë po veprat e saj nuk e lonë më harru as njëherë, shto që gjithmonë kemi me kujtu në gjmjen, ajo ka qenë dhe do të mbetet një ambasadore e kongës, Shqipe kudo në botë, unë e mendoj se zonin e gjmjes ka qenë unik. Zonin si të në gjmjes kërkush nuk e ka, sa di unë. Ajo është një dhunti që veç Zotit ta falë. Ke këngëtarët muzikës populore, ke këngëtarët muzikës klasike, por nuk ke këngëtarët të dyjave bashkë. Në gjmija i ka pas bashkë. Ka qenë edhe këngëtare shumë e mire populores, e këngëve lirike, jo vetëm që ka pas këngë klasike. E dashur, e pa që shnetën ti, gjithat mirat e Zotit, faleminderit shumë që fakt sot në këtë dit i ndam disa momentet bukura edhe që falem paksa për të faleminderit Lab, edhe ty, edhe gjithë publikut, gjithë dëgjuesve tanë që na kanë përshëndet, mu edhe lartën për kongën që ja kemi kushtu asaj, unë edhe lartën e falenderoj që edhe ajo ishte e gatshme me këndu bashkë dhe realizum një kongë aq sa kemi mund. E bukur sepse ka me mbetëm kujtes, gjithmonë edhe kjo ka me mbetëm kujtes. Ajo ishte një dhurat e jona, sa kemi pas mundësi, një dhurat ma të mirë, ndoshta për to nuk isha gjetë, se sa me ja kushtu një kongë. Jo, e bukur kjo, unë ty po të falenderoj për zemërsisht, faleminderit shumë që edhe e ki këndu kongën, edhe kështu po të tëmë faleminderit që gjete kohën sot, që ndave që bashkë me qenë... Të lutëm, unë e kom knaqësin sot me qenë pjesë e emisionit tanë, kur flitet për zojën e madhe në gjmijet.